është një aksesimi një podiumi shumë të rëndësishëm në nivel europian të partive konservatore popullore europiane, ku Partia Demokratike mungonte prej disa vitesh për shkak të asaj lufte të brendshme që ne kemi raportuar dhe kemi komentuar gjatë. Aksesimi do të thotë dhe denuncimi, ekspozimi i të gjithë problematikave parazgjedhore dhe në mes të fushatës, dhe mendoj që do ketë edhe pas fushatës dhe pas zgjedhjeve. E rëndësishme është që Partia Demokratike sot di se ku të adresohet, ku t'i flasi për problemet që ka opozita në vendin tonë, raportet me qeverinë, raportet me maggjorancën. Ka një vështirësi për të pasur një akses në podiume të tjera shumë më të rëndësishme se që është kjo e PPE-s, pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, për shkak të sankcionimeve që ne jemi dëshmitar dhe jemi njohur. Nëse do të realizohet edhe çarja e kësaj bllokadës së fundit, pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të themi që kemi një rikthim të plotë të urave të komunikimit, siç tha kolegu Myzyraj, të Partisë Demokratike në arenën ndërkombëtare.